Sot përkujtojmë një ngjarje që tronditi botën mbar, sulmet tragjike të 7 tetorit 2023 në Izrael. Një ndër skenat më të dhimbshme nga sulmi i Hamasit ishte masakra në festivalin Nova, ku qindra të rinj humbën jetën. Në këtë përvjetor ne kemi të ftuar në studio një pastor që ka vizituar së fundmi Izraelin dhe pikërisht vendin ku ndodhi kjo ngjarje e rëndë. Aty janë ngritur përmendore në ndert viktimave si një kujtesë e fortë për jetët e pafajshme të humbura dhe për nevojën e thellë për paqe. Jemi në studio me Aleksandër Molla, pastorin e Kishës Fjala e Jetës në Laç, e gjithashtu drejtori ekzekutiv i Fondacionit Fjala e Jetës Internacionale. Bekim edhe kënaqësi të kemi në këtë studio, pastor. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Shumë faleminderit. Përpara se të flasim për udhëtimin tuaj në Izrael, si e kujton atë ditë, pikërisht ditën e sulmeve, 7 tetorin e vitit 2023, kur Hamasi goditi Izraelin? Është vërtet shumë e vështirë që ta përshkruash plotësisht përjetimin, sepse besoj që për shumë njerëz ka qenë një përjetim i jashtëzakonshëm dhe shumë i vështirë. Për mua ishte, si të thuash, një përjetim që dikush më goditi mua. Ishte si më dhënë një thikë që më goditi, por duke parë, pastaj hap pas hapi, duke dëgjuar, duke parë, duke u interesuar, arritëm që të marrim një pamje akoma më të plotë dhe asaj ndodhie që më të vërtet që të mundosh ta përkufizosh nuk gjend fjalë. Ishte jo makabër, po te i kaluar sa që të bën të mendosh, a ekzistojnë të tillë njerëz pa ndjenja, pa dashuri, pa asnjë lloj si themi njerëzilliku, që mund të thotë që të jetë njëri i ka humb gjitha vlerat njerëzore që të bëjnë gjëra të tilla, për cilat besoj që ju keni parë dhe shumë kanë parë, por do ta shohim që një pjesë e kanë fshehur, por një pjesë shumë e vogël kanë treguar të vërtetën për këtë gjë. Nuk ka kaluar shumë kohë dhe së fundmi keni vizituar Izraelin. Pse vendoset të shkonit atje për vizitë në një periudhë ndoshta kaq të ndjeshme? A nuk ishit në siklet? Jo, nuk ishim në siklet, për faktin se dy arsye. E para është dashuria ndaj Izraelit, cilën është një dashuri që përkatësia jonë si besimtar dhe ne vim dhe gjithçka ka ardhur nga Izraeli, pra besimi, profetët, fjala, Jezus, çdo gjë ka ardhur nga Izraeli. Pra dhe ne na bën që të ndjehemi të lidhur me Izraelin. Por ishte edhe një arsye, siç thatë, pas kësaj ngjarje, duke ndjekur mediat, duke munduar pra që të shikojmë kush është e vërteta, si ndodhi, pse ndodhi. Sigurisht, kur hym në histori ka shumë gjëra, por duke parë disa lajme dhe çfarë ndodhi, pra ishte një grup të rish, moshave të ndryshme që do festonin. Pra shikojmë një grup njerëzish që duan jetën, duan festojnë, ta shijojnë, për cilën dhe Zoti e ka dhënë jetën, ta shijojnë. Në anën tjetër, shikojmë një moment që vjen një grup tjetër, që thonë se edhe ata besojnë në Zotin, dhe me një brutalitet të pashembull, i vrasin, i presin, duke i sillen në një mënyrë makabër, dhe këtë fest e kthejnë në një funeral të jashtëzakonshëm, jo vetëm për ato familje, por për gjithë ne, dhe vjen pikpyetje vetë jetën. Dhe për këtë arsye, pra dhe duke parë dy qëndrimet e mediave, dhe veçanë unë kam ndjekë dhe CNN-in, BBC-in, Al Jazeera, por të gjithë këto media flisnin vetëm për vendimin e Izraelit, qeverisë izraelite që për të sulmuar Hamasin, dhe asnjëra nuk fliste në lidhje me kë, me pengjet që ishin marrë, me masakrën që ishte bërë, dhe madje e justifikonin në mënyrën më pa njerëzore, mund ta them, që ata kishin të drejtë, sepse Izraeli është pushtues. Izraeli ka bërë këtë, Izraeli
Dhe faktikisht historia flet ndryshe, po nuk po hym në këto detaje tani për momentin, Po. por për të arritur që për ta njohur këtë të vërtet, atëherë siç thot edhe fjala urta, kuptoj që du të jesh dëshmitar okular i qareve. Po. Du ta shohësh, po. Pra kjo ishte edhe arsyeja që të shtyu të shkosh pikërisht në vendin ku ndodhe një nga ngjarjet më të rënda, ku vran me qindra të rinjtë në zonën ku po organizoi festivali Nova. Po. Por edhe që në këto momente kur ne shkuam atje, i shikonim që dukeshte sikur gjithçka ishte kundër tyre. Ishin ndjerë të izoluar, dhe faktikisht dhe nga mediat ndjeshin shumë të izoluar. Në fakti një vizite të një dikujt nga Banorët aty. Po pra, banorëve dhe gjithë popullit Izraelit, kur ne shkuam, i thamë që ne jemi me ju. Kishte mjaft njerëz që lotonin, pra loti shkonin që a ka njerëz që janë kundër pra me ne, sepse duket se gjithçka është kundër tyre. Ku do flit? Po. Dhe kur ne shkuam dhe sigurisht ja u shprehem, jemi lutur për ta, ju kemi treguar që jeni shumë të çmuar, Zoti ka një plan, sigurisht ju po përjetoni një situatë vështirë, po pas saj do të ketë një ditë më të bukur, një të ardhmen më të bukur, etj. Në sytë të tyre me lot ishte kjo fjalë. Faleminderit se ne më shumë se asnjë gjë tjetër për këtë kishim nevojë. Dhe pikërisht në këtë zonë, çfarë kishte aty? Në çfarë ishte shndërruar? Janë ngritur dhe shumë përmendore të atyre që kanë humbur jetën. Ma përshkruaj pak vendin aty. Po, është vërtet. Në këtë vend është kthyer në një memorial të madh, ku janë lulet, pra janë mbjell lule për çdo të rënë aty, sepse nuk janë pak 1200, e kupton? Edhe gjithashtu janë edhe fotografitë e personave të cilët janë vrarë dhe kanë humbur jetën në atë vend. Në atë vend. Po, në atë vend. Dhe në anën tjetër, si për ironi të fatit, kalon të shikon ato pirgjet e mëdhaja të makinave të djegura dhe të shkatruara të tyre. Pra nuk i kanë larguar makinat kur ndodhi sulmi në atë zonë? Jo, e kanë larguar, po i kanë vendosur në vendet veçanta diku afër. Dhe ti shkon edhe e shikon me sy brutalitetin që është përdorur. Pavarësisht se është ana e jashtme, po kur ti e shikon dhe më lejon ndoshta të them një gjë tjetër që ne kemi kur shkuam në vizituam një familje dhe shtëpijet ku ishte bërë kjo masakër, një familje nga Dhivja ishte vendosur këtë gjë, kishte lënë një laptop të ndezur dhe ishte 24 orë gjatë gjithë kohës, edhe ishte regjistruar e gjithë ngjarja që kishte ndodhur. Dhe e linin aty, nuk banonte njëri, çdo gjë ishte shkatruar, por e kishin lënë ata që kishin shpëtuar nga vdekja, pra, e kishin lënë dhe kur shikoje ato gjëra, shikoje me sytë tuaj, pra nga ata që ishin filmuar okular, pra ishin dëshmitar okular të ngjarjes, ti e kuptoje atëherë se arrijet hyje sa të pak në barbarizmin, në atë lloj urrëtie që nuk kishte fund për një kom, për një popë, për një njeri. Në fund gjithë jemi qenë njerëzore. Si u ndjet emocionalisht kur ishit në atë vend? Se nuk e përballon kushdo. Është e vërtetë. Një vizitë të tillë. Është shumë e vërtetë, kishim edhe një grup të tjetër, sepse ishim nga disa vende që po e vizitonim në njëjtën kohë, në Koçhidoj. Edhe ishte njerëz që pothuajse humbën dhe ndjenjat nga kur i pan to. Për shkak të ngarkesës emocionale. Disa nuk hyn fare për t'i pa. Se thanë nuk e përballojmë dot. Patjetër. A kupton? Por unë bashkë me Verën arritëm që të hymë, pra dhe t'i shohim, kishim atë forcën, por ndërsa ne shikonim çdo gjë, pra shikonim ajo ndjenja dukte sikur në moment dikush mund vijë dhe ty ta marrë jetën.
Ishte ajo Ishte ndjesia. akoma ajo frika, ishte akoma ajo fryma e vdekjes në atë. Ti the që patët mundësi të takonit edhe njerëz edhe familjar aty. Po, ne takuam jo shumë për shkak se akoma nuk ishin gati shumë pra të dilnin në publik, të takonin. Akoma ishin në atë përjetimin dhe ishin të mbyllur në dhimbjen e tyre. Por ne patëm mundësinë që një baba, ishte ati i 2 fëmijëve që pra i 2 djemve që kishin rënë dhe ishin vrarë, erdhi dhe ne ishim pjesë duke takuar në Kneset, pra në parlamentin izraelit, edhe erdhi foli dhe ndau dëshmin, ballë për ballë dhe ne e takuam. E përqafuam, e ngushëlluam, a kuptoj dhe gjithë e bën këtë gjë, jo vetëm ne, dhe sigurisht patëm dhe një foto me të. Pra që e dëgjuam me duke nga një burim i qëndrurit, pra një burim që e ka përjetuar vetë atë dhimbjen se sa dhimbje, sa të mërshme ka qenë ajo kohë. Pastor, çfarë të ka vendosur Zoti në zemër për Izraelin, sepse shoh që ke një dashuri që e shpreh për këtë vend, dëshira për të shkuar, për ta vizituar, informohesh vazhdimisht se çfarë ndodh në këtë komb. Është një pyetje vërtet interesante dhe nuk është çështje thjesht politike, nuk është çështje ekonomike apo diçka tjetër. I ka rënjët akoma më thellë. Të duash Izraelin, qëndrosh për Izraelin, është diçka natyrshme për dikë që beson në Zotin e vërtet, që është pra Perëndia Abrahamit, Isakut, Jakobit, i cili dha birin e tij, Jezus Krisht. Dhe duke parë pra se çfarë Perëndia nëpërmjet Izraelit, ne morëm fjalën e Zotit. Perëndia u zbulua nëpërmjet Izraelit. Si u zbulua? Pra, ai manifestoi dashurinë e tij, fuqinë e tij, ai manifestoi kujdesin e tij për popullin, pra që dha atë kuptimin e qartë se si duhet ishte dhe sa i vlefshëm është njeriu për Zotin. Dhe planin e tij lidhe me njeriu. Dhe duke qenë se të gjitha këto nga na erdhën, e vërteta, drita, jeta, fjala, shpëtimtari erdhën nga Izraeli. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një koincidencë që në një komb të jenë të gjithë këto gjëra që janë kaq përfituese dhe kaq bekim për njerëzimin. Dhe nëse ne do ta personalizonim, të ishte një njeri vetëm që nëpërmjet këtij njeriu pra unë të merrja gjithë këto favore, gjithë këto bekime, kush do të ishte ai për mua? Ai do të ishte miku im më i dashur në jetë. Por kjo nuk është një person, por është një komb. Dhe kështu që të gjitha të mirat që unë kam marrë prej tij janë kthyer në një dashuri, në një vlerësim, në një nderim për atë komb. Po. Çfarë mesazhi do të përcjellje sot për të gjithë ata që po na ndjekin që ngjarje të tilla të mos harrohen, kur kjo javë në fakt shënoi 2 vjetorin e sulmeve nga Hamasi në Gaza? Mesazhi që duhet përcjell për gjithë dëgjuesit, për gjithë teleshikuesit që na shikojnë dhe ndjekin këtë. Mesazhi është mesazhi i paqes. Dhe sigurisht që të jesh në paqe, të bësh paqe, nuk i kalon kufit njerëzor. Pra njeriu mendon, por ka një limit dhe pas kur vjen në ato limitet e veta, del nga vetja dhe bën gjëra të cilat mund pendohet, ose jo, por shumë pendohet. Tani mesazhi është që Perëndia po e lidh me fjalën e Zotit që tha duaj Zotin dhe duaj të afërmin por si vetë. Ky është urdhërimi më i madh. Pra që ta dua. Njerëzit mund të kenë bindje të ndryshme, mund të kenë besime të ndryshme. Dhe kjo
është zgjedhja e njeriut, nuk është plani i Perëndisë për këtë gjë. Por ne si njerëz kemi bërë zgjedhjen tonë, sepse ai na ka krijuar njerëz me vullnet të lirë. Dhe për shkak të zgjedhjeve tona, të ndryshme, kjo nuk duhet na bëjë armiqnë me njëri tjetrin. Besimi dhe dashuria ndaj Perëndisë dhe ndjekja e Perëndisë është ta duam njeriu, ta nderojmë, ta vlerësojmë atë. Nuk bijem dakord për qëndrimet fetare apo politike apo diçka. Është vendimi i tyre. Por e kemi detyrim dhe urdhërim nga Zoti ta duam, ta nderojmë dhe edhe ta mbrojmë jetën e tjetrit. Pse është i rëndësishëm qëndrimi ynë ndaj Izraelit? Pse është vërtet është një pyetje themelore, po themi pse është e rëndësishme. Siç thash, qëndrimi ndaj Izraelit nuk është qëndrim politik i yni. Por po të shkojmë që nga zanafilla, po të themi, dhe duke u bazuar edhe në faktet historike dhe kërkimet arkeologjike dhe çdo gjë, flet dhe zbulon më së miri identitetin pra se kush është Izraeli. Dhe kështu që nuk është në preferencat e besimit, thjesht besim, nuk është në preferencat e një personi, por është në të vërtetën historike që pra kur Perëndia e thirrri Abrahamin, se po e filloj të jap pak shkurdhët për mbledhura, është që ai premtoi një gjë, ai e mori nga Uri e Kaldezëve pra, edhe e solli në vendin që sot është Izraeli dhe i premtoi atij se ky vend do të jetë pra vendi, unë ta kam dhënë këtë vend për ty dhe për brezat. Dhe i tha këtë gjë, unë do të jem me ty dhe unë do të bekoj dhe ti do të shumosh dhe të bësh pra shumicë kombesh. Por premtimi që ishte, nuk ishte thjesht ligj dhe rregull, po ishte premtimi. Kushdo që do të bekoj ty, unë do ta bekoj. Dhe kushdo që do të mallkoj ty, unë do ta mallkoj. Pra unë do të jem miku i miqve të tu dhe armiku i armiqve të tu. Dhe kjo është një beslidhje që Perëndia bëri me Abrahamin, që përpara se ta krijonte Izraelin. Dhe shkurtimisht po marrim si më thënë, ta ndjekim linjën. Çfarë ndodhi me Egjiptin, perëndorinë e madhe, qytetërimit të asaj kohe? Kur Jozefi shkoi dhe u shit atje, ne dim shumë mirë se si ndodhi ajo zia e madhe dhe nëpërmjet Jozefit, që e kishim Perëndia solli bekimin në Egjipt, dhe erdhi që pra familja Jakobit u zhvendos në Egjipt. Dhe egjiptasit i pranuan, i nderuan këtë familje të vogël. I vendosën kudeshën në vendin pra në Goshen, vendin më të bukur. Dhe çfarë bëri Zoti? Perëndoria egjiptane u zhvillua, u rrit. Pse? Sepse ata bekuan të njerëzit e tij. Por pas 400 e sa vjetësh, çfarë bëri? Doli një perëndor tjetër, doli një farao tjetër, i cili kishte tjetër qëndrim ndaj popullit Izraelit. Ai e kthei pra nga miq të nderuar, i kthei në sklever, i mundoi. Dhe ju e dini çfarë ndodhi? Pra 10 plagët se si për shkak të popullit të Izraelit, kur Perëndia dërgoi Mojsiun pra për t'i nxjerrë dhe ja çoi mesazhin, lërë popullit të shkojë. Që tregon se është i vetmi kom që Perëndia ka atë vullën e tij që thotë, lëreni popullin tim të shkojë. Çfarë do të thotë? Çdo lloj qëndrimi që ne mbajmë ndaj Izraelit, ne mbajmë ndaj Perëndisë. Është zgjedhja jonë, në mbështetje ose në kundërshtim. Pastaj i shikojmë gjithë perëndoritë mbrapa. Kështu ndodhi me babilonësit, u doq Babilonia. Pse? Se i keq trajtoi popullin Izraelit. Pastaj shohim perëndorinë romake. Çfarë ndodhi? Për shkak se i keq trajtoi, i përzuri, shembi tempullin e Perëndia romake
s'u ngrit më kur. Pastaj ne shohim, vim tek Perëndëria britanike, apo Perëndëria si u ngrit pra Gjermania, të cilët pra e bukura ishte që kur Perëndëria britanike premtoi ministri i jashtëm fillimisht, unë do ta mbledh dhe do t'ja jap pra popullit Izraelit vendin e Judes dhe do ta konsideroj si një kom. Britania u rrit dhe u zhvillua. Por momentin që ai ndryshoi për shkak presionit arab, ai ndryshoi planin. Dhe në vend që t'ja jepte, ja dha më shumë pra arabe, dhe kështu që atëherë ra çfarë ndodhi? Më shumë se 1-2 dekada Perëndëria britanike ra humbi dhe ne e dim tani. Është një kom, por nuk është pra më një perëndëri. Pastaj me me nazifashistët, çfarë ndodhi? Ata u ngritën dhe vranë mbi 6 milion. Dhe ne dim pra Holokaustin e tjera. Për t'i zhdukur judejt. Por çfarë ndodhi? Jo vetëm që nuk e zhdukën, por ne dim që në 48-ën pastaj populli i judejve krijoi kombin pra shtetin e tij. Asnjë nuk mund ta shtypi dot Izraelin. Le do të ngrihen perëndëri nga më të ndryshmet. Le të bëhet gjithë çka le të bëhet. Ne shohim sot përsëri vendimet e UN-it dhe çdo gjë që kundër gjithçka kundër Izraelit. Izraeli ecën. Pse? Sepse gjithçka ka të bëjë me beslidhin që Perëndia ka me Izraelin. Pra dhe kur ne zgjedhim jemi në anën e Izraelit, ne zgjedhim të jemi në anën e Perëndisë. Bashkëpunëtor Perëndisë për të përmbush planin dhe vullnetin e Perëndisë, pra që ai ka jo vetëm për Izraelin. Izraeli është pika e referimit. Është ajo pasqyra ku ne do të shohim atë që Perëndia do të bëjë. Po. Një pyetje e fundit, pastor, si mund të lutemi të angazhohemi ne si komuniteti krishter për paqen në lindjen e mesme? Po, është shumë e vërtetë. Ne si komunitet kemi një armë të fuqishme dhe që jemi të drejtuar dhe sikur është urdhëruar nga Zoti që të lutemi për paqen në Izrael dhe për gjithë rajonin, për gjithë botën. Dhe kjo armë është lutja. Pra lufta nuk është kundra miqit dhe gjakut, por kundra principatave dhe pushteteve të errësirës. Tani, që të vërtet të qëndrojmë tek pyetja se si mund lutemi për paqen në lindjen e mesme, është që e para është qëndrimi ndaj Izraelit. Këtu fillon pastaj edhe hapja dhe efektiviteti i lutjeve tona. Nëse ne nuk do të bekojmë Izraelin, nëse ne nuk do të qëndrojmë, nëse ne nuk do të lutemi për paqen në Jeruzalem dhe për gjithë Izrael, atëherë lutja jonë do ngjelet deri në tavan. Nuk do të depërtohet. Por duke filluar pra, siç na premton dhe na urdhëron fjala e Zotit, atëherë pra ne si do lutemi për Izraelin, do ta vizitojmë ose do ta bekojmë Izraelin në format nga më të ndryshme, edhe duke bërë një vizitë. Sepse unë nga vizitat e mia, për herë të parë kur e kam vizituar Izraelin ka qenë një shok. Më dukte sikur ishin si thon asgjëkundi. Ishte një diçka e përjetova sepse duke dëgjuar, duke lexuar, më kupton. Por kur shkova herën e dytë, fillova të ndiej atë, unë po ec në hapat në vendin ku ka ecë edhe vetë Zoti. Pra, ajo që ishte ardhur nëpërmjet Biblës, fjalës së Zotit, unë e shikoja realisht. Ishte reale. Ngjarja ku ishte bërë, vendi ku kishte ecë, mrekullia në det apo në tokë, gjithçka u bënte reale. Pra, dhe besimi atëherë nuk ishte thjesht një mendim, po ndoshta, apo një bindje që vinte se nuk kam një argument ndryshe, por vinte nga një prezencë, nga një pamje, nga një realitet që ti e ke parë, e ke prekur, e ke shkelur. Pra dhe ky lloj besimi atëherë është një besim i palëkundur, sepse nuk ka asgjë që mund ta provojë të kundërtën, sepse ti e ke parë. Dhe kjo është ajo që na thot edhe fjala e Zotit tek letra para Gjonit. Atë që syt tanë pan, atë që vesh tanë dëgjuan, atë që ne e prekëm,
lidhur me fjalën e jetës. Pra që është një besim që është me të vërtet i themeluar në gjithë qënjën tonë njerëzore. Kështu që dhe duke u lutur pra, absolutisht që ne do të lutemi për gjithë kombet përreth Izraelit. Dhe lutemi që ju hapen sytë, të ndriqohen të vërtetën, sepse ata duke luftuar kundër Izraelit, po shkatrojnë veten. Dhe ne dim, vendet që luftojnë kundër Izraelit nuk do të kenë, nuk kanë pasur prosperitet. Pra, për ato që thash pak më para, leti dëgjojmë pra dhe leti shikojmë, leti lexojmë, leti hulumtojmë dhe të shikojmë që çfarëdo që ka qenë njeri, popull, perandori që ka shkuar kundër Izraelit, kur nuk ka fituar, ai ka humbur. Dhe sa herë që Izraeli ka shkuar në luftë, ai ka dalë nga lufta më i fituar. Në të gjitha aspektet, a kupton, ekonomikisht, ka marrë tokat, dhe një gjë që unë dua ta nënvizoj, pra sepse shumë e rëndësishme, kufit e Izraelit nuk janë kufi politik, që politika i ka vendosur. Po ta shikojmë, janë kufi profetik. Për asnjë kom tjetër, si Izraeli, pra nuk i gjejmë kufit në Bibël siç është për Izraelin, dhe Perëndia ka folë. Do të shtrihesh prej këtu deri këtu, nga ky lum në këtë vend, nga deti në kufi me Egjiptin deri këtu. Pra, Izraeli akoma nuk i ka marrë të gjitha dhe nuk ka arritur tek kufit që Perëndia i ka dhënë. Ai nuk është pushtues. Pavarësisht për shkak mosbindjes dhe planit të Zotit që e ka dërguar, e ka shpërndar Izraelit për qenë drita e botës dhe kripa e tokës, a më kupton? Tani e ka kthyer përsëri, pra dhe jemi në kohët e fundit. Kështu që në këtë kontekst atëherë, pra Izraeli është në vendin e vet, është në tokën e tij dhe madje është më shumë se sa bujar dhe ka lejuar që dhe kombet e tjera, të cilët nuk kanë një histori si historia 3000 vjeçare e Izraelit, kanë ardhur shumë më vonë. Palestinezët janë vendet arabe, e kupton, që janë stabilizuar për shkak të largimit të Izraelit. Dhe kështu që atëherë ne të lutemi për këta kombe. Të lutemi që vërtet drita e zvërtetës t'ju zbulohet dhe t'i ndriçojë ata, në mënyrë që ata të kuptojnë që lufta ndaj Izraelit është shkatërrimi i tyre. Izraeli nuk lufton kundër tyre. Izraeli dhe izraelitët i duhet, nuk po themi në individ të veçantë që mund të ketë gjëra, por në atë që thotë fjala e Zotit, Izraeli është në vendin e tij. Dhe Izraeli nuk ka asnjë lloj qëllimi për të arritur vende të cilat nuk i përkasin atij. Ai vetëm thjesht don të arrijë në kufit profetik që janë dhënë. Dhe kështu që ne në këtë lloj forme, pra, duke bekuar Izraelin, duke u lutur për kombet që janë përreth, në mënyrë që e vërteta t'i ndriçojë ata, paqja do të vi. Dhe ne shohim në shumë dëshmi, po të ndjekim në fakt, që vinë nga Irani, Pakistani, nga Jordania, nga Damasku, i Siria, pra edhe Libanonit, gjitha këto vende, Egjipti përreth. Kur ata kanë njohur vërtetën, kur atyre ju është zbuluar kjo gjë, pra nga armiqtë të përbetuar ndaj që e urrënin Izraelit, janë kthyer në mbështetës të Izraelit, sepse kanë kuptuar kjo është e vërtetë. Dhe jeta atyre ka ndryshuar totalisht, ka lullëzuar, për shkak se ata kanë njohur të vërtetën. Shumë bekim, pastor, për gjithçka ndave me ne sonte. Ishte kënaqësi për mua dhe sigurisht do dëshiroj që edhe në të ardhmen, pra që çdo njeri të jetë informuar për të vërtetën, dhe këtë uroj edhe dëgjuesit tonë që ta lexojnë, të kërkojnë fakte, të kërkojnë historinë dhe ta gjejnë vërtetën, dhe historia nuk vjen. Ngjarjet e 7 tetorit 2023 në Izrael mbeten një plagë e hapur në zemrën e shumë njerëzve, por edhe një thirrje për të mos harruar dhe për t'u angazhuar për paqe e drejtësi. Falenderojmë edhe një herë pastorin për dëshminë dhe reflektimet që ndau me ne sot. Le të vazhdojmë të lutemi për familjet e prekura, për popujt e rajonit, për paqen që vetëm Zoti mund ta sjellë. Kemi ardhur në fund të programit Familja 7, kalofshi bukur.